Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 17 deri në datën 23. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë. Ndërkohë do ftoja të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara, videot e muajit sepse aty shtrihet i gjithë muaji, videot e javës që ende s'ka përfunduar, por dhe videon e eklipsit sepse efektet janë për 6 muaj rresht, por dhe me tema për dashurinë. Gjithsesi do flasim pak në lidhje me këtë javë si do jetë. Do ketë disa trazira në punë për shenjën e dashit, gafores, peshores dhe briciapit të 10 ditësh të parë. Gjithsesi do sjellë dhe nënshkrime, sepse është një javë që do ketë nënshkrime kontrata, mund të jenë kontrata pune të reja ose kontrata të ndryshme që dëshironi të bëni gjatë kësaj jave dhe më tepër do ndikohen po këto shenja të 10 ditësh të dytë. Por gjithsesi, në fund të javës shoh që do buzëqeshni, do keni njohje, do interesante gjatë kësaj jave dhe do jetë një fundjavë më e mirë. Por do keni të zhgënjime gjatë kësaj periudhe, do ketë ftohtësi në marrëdhënie dhe kjo do ndikojë më tepër te shenja e dashit, peshores të 10 ditësh të dytë. Ju ndoshta do jeni të favorizuar në fillim të javës, por një pjesë prej jush në fund të javës do kenë edhe situata, ftoje në marrëdhënie, distancime ose situata të tilla në lidhje me marrëdhëniet e tyre. Dhe marrëdhënie flasim dhe në lidhje me marrëdhëniet në çift, por edhe marrëdhënie të ndryshme që mund të keni. Ndërsa do ketë edhe diskutime të vjetra që do sjellin disa situata që do sjellin dhe diskutime të vjetra gjatë kësaj jave për shenjën e Luanit, Ujorit, Demit dhe Akrepit. Por do ndihmohet shenja e Demit gjatë kësaj periudhe, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Briciapit të 10 ditësh të parë. Dhe do shohim për gjitha shenjat me radhë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë do fillojmë në lidhje me shenjën tuaj, shohim energjinë. Atëherë kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, dhe kemi dhe kartën e botës që ka 4 energji. Është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëresha dhe shenja e Luanit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës, ju shoh që për pjesën e beqarëve do keni një takim në lidhje me një person. Për pjesën tjetër duhet keni kujdes në lidhje me marrëdhëniet tuaja, sepse aty mund të zbuloni një sekret, një të fshehtë ose mund të keni edhe një prapasken, mund të them, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në lidhje me partneritete të ndryshme. Thjesht duhet keni kujdes gjatë kësaj jave. Por shoh që fundin e javës ju mbyllni një cikël të vështirë. Nëse ju shoh në një njohje ose në një lidhje zbuloni diçka, një sekret, një të fshehtë, atëherë ju e mbyllni këtë cikël për të filluar një cikël të ri. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që mund të jenë në një partneritet dhe ju zbuloni diçka që ju është bërë mbas shpinës tuaj, atëherë ju do harrini t'i kaloni këto vështirësi në fund të javës, do të mbyllni këto situata të vështira që kaloni dhe shoh që këtu fillon një cikël i ri. Për pjesën tjetër mund të keni takim me një person, flasim në lidhje me dashurinë, ju ose personi ju ndjek pak në mënyrë sekrete, në mënyrë të fshehtë,
Po shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi, mund të jenë vështirësi që keni kaluar me këtë person dhe ju do filloni të mbyllni këto situata gjatë fundit të javës. Është një javë që thjesht duhet keni kujdes në këtë pjesë, por gjithsesi e rëndësishme është që ju e mbyllni këtë cikël. Kjo mund të ketë lidhje me dokumenta, mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje te vendi punës, ose me çështje shëndetësore, me situata të ndryshme. Mund të jenë vështirësi që mund të kaloni me partneritete, me partnerin, partneren tuaj. Por gjithsesi e rëndësishme është që fundi javës ju gjen duke mbyllur çfarëdo lloj gjëje që ka lidhje me diçka që bëhet mbas shpinës tuaj, me një sekret, me një të fshetë që ju do zbuloni gjatë mesit të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme tham. Gjithsesi do shohim energjinë që na vjen në lidhje me ju. Dolën 2 letra të tjera dhe jam e detyruar t'i lexoj. Gjithsesi kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, përsëri energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë fillimi i javës ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja dhe ndikoheni më së tepërmi. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh që për pjesën e personave që janë beqar, një person te vendi punës është duke ju admiruar. Por është një person që ju nuk e shihni. Dhe është një person që dëshiron t'ju shprehë emocionet, sepse e shohim 2 herë këtë person këtu. Është ndoshta në një moment që dëshiron të vi drejt jush, të shprehë këto emocione. Vazhdojmë dhe ju shoh që mund të jetë një person, sepse jemi te 6 e kupave, mund të jetë një person nga e kaluara, që është një person që dëshiron të vi drejt jush. E shohim ka shumë emocione, është një lloj rikthimi ose një person që dëshiron t'ju kërkoj falje në rastin tjetër, por mund të jetë edhe një çështje ose situatë nga e kaluara që rikthehet tek ju. Mund të jetë një çështje dhe situatë që ka lidhje me anën ekonomike, por e shoh më fort sepse kemi 3 letra që tregojnë që jemi te kupat dhe ka lidhje më tepër me anën emocionale. Dhe shoh që ju do keni një takim me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që jeni duke menduar për të bashkëpunuar në lidhje me lidhjet, njofjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që ky bashkëpunim sikur ju çliron, do tregojeni më mirë, do ndiheni më mirë, por ndërkohë shoh që mund t'ju mbështesë dhe një person nga e kaluara. Për pjesën tjetër shoh që mund të mbështesni shumë fort fëmijët tuaj gjatë kësaj periudhe, ose ju do kaloni kohë më shumë me fëmijët tuaj. Dhe shoh që për një pjesë tjetër mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim me një person nga e kaluara, që mund të jetë një bashkëpunim pune, një bashkëpunim në lidhje me anën ekonomike, me një projekt, me karrierën tuaj, por është një javë fantastike në lidhje me ju, ose kjo ka lidhje dhe me potencialin tuaj gjatë kësaj periudhe. Ndoshta ju do jeni më të dukshëm gjatë kësaj periudhe në lidhje me punën tuaj, por edhe me anën ekonomike. Gjithsesi të ardhurat në fillimin e javës, i shoh që edhe pse ju mund të punoni shumë fort, të ardhurat i shoh të vogla, edhe pse shoh që ju admirojnë te vendi punës, si në lidhje me karrierën, ju mund të keni një punë, çfarëdo lloj pune që të keni, por të ardhurat do jenë të vogla. Gjithsesi do merrni lajme të mira, do hyni në një partneritet ose bashkëpunim dhe këtu bëhet fjalë për me dikë nga e kaluara juaj. Dhe shoh që aty sikur e finalizoni këtë partneritet, këtë bashkëpunim. Por shoh lajme të mira, takime në lidhje me dashurinë, është një javë fantastike për shenjën tuaj. Por kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe shoh që fati do filloj të kthehet në anën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve.
Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, duhet ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe këtu kemi të bëjmë energji të shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, përsëri energji zjari dhe energji toke. Por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Fillimi i javës ju shoh që ju investoni në një njohje ose në një lidhje nëpërmjet rrjeteve sociale, ose ju do keni shumë komunikim me një person nga rrjetet sociale. Për pjesën tjetër, do keni udhëtime, lajme të shpejta, si në punë, në lidhje me familjen, ose në lidhje me një udhëtim që dëshironi të bëni, me një zhvendosje që ju dëshironi të bëni. Dhe aty në këtë zhvendosje mund të njihni dhe një person të ri. Gjithsesi, është një fillim jave fantastik. Në mesin e javës, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me këto lajme që do merrni dhe me veprimet që ju do bëni, sepse me marrjen e një lajmi shoh që do veproni shumë shpejt. Mund të jetë një lajm në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me një udhëtim, në lidhje me studimet tuaja, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme, me kontrata të ndryshme që mund të keni, ose mund të bëni edhe të aplikoni online gjatë fillimit të javës dhe do jeni në pritje të një përgjigjeje. Ndërkohë, ju shoh që ju mund të jeni në pritje të një udhëtimi, por ndërkohë duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju do filloni të ndryshoni këndvështrim dhe do bëni plane afatgjata gjatë mesit të javës. Dhe fundi i javës ju gjen në investime. Ju do investoni në lidhje me një person, me një dashuri, është një person që ndoshta ju mund t'i qëndroni nga mbrapa gjatë gjithë kohës shoh, ndërsa në rastin tjetër ju do rrisni të ardhurat tuaja te vendi punës. Mund të keni një rritje page, rritje rroge, në rastin tjetër mund të jetë një rritje ekonomike, ose merrni disa parashtesë, ose ju mund të bëni edhe një punë të dytë gjatë fundit të javës, të filloni një punë të dytë për të rritur të ardhurat tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të investoni në lidhje me këto udhëtime, ose me fëmijët tuaj, mund të jenë dhe ata në udhëtime, në lidhje me studimet, me çështje dhe situata të ndryshme. Por është një javë fantastike në lidhje me ju. Do keni njohje të reja gjatë kësaj jave, do keni shumë komunikim, aplikime nëpërmjet internetit, si për punë jashtë shtetit ose nga një qytet në qytetin tjetër, por edhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe shoh që do jeni duke bërë plane afatgjata gjatë kësaj jave dhe duke investuar në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë, ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë, isha hapur letrat më përpara, u prish videoa dhe kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjës së peshqve. Në fillim të javës shoh ju mund të jeni duke ndjekur në mënyrë sekrete ose mund të keni një takim sekret me një person shoh për pjesën e beqarve, ndërsa për pjesën tjetër mund të zbuloni diçka, një sekret ose diçka në lidhje me në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose ju do jeni shumë sekret në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Dhe fundi i javës shoh që ju mbyllni diçka në lidhje me këto situata. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, mund të ketë lidhje me studimet tuaja. Ndoshta ju i ndiqni pak në mënyrë të fshehtë, në mënyrë sekrete këto, ose dhe shoh që dikush ju ndihmon aty në lidhje me një degë studimi. Dhe fundi i javës shoh që ju e mbyllni diçka për të bërë një fillim të ri, që mund të jetë një fillim i ri në dashuri. Ndoshta ju e bëni realitet atë planin tuaj, sepse shoh që do t'i mbani gjërat shumë sekret gjatë fillimit të javës, ose në rastin tjetër do zbuloni sekrete në lidhje me dokumenta, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj, ose edhe me çështje zyrtare të ndryshme që mund të keni. Por mes i javës shoh që ju çliroheni.
një person do t'ju mbështesi, është një person dashamirës, dhe fundi javës ju gjeni në një situatë ku ju i mbyllni këto situata, aty dielli do shkëlqej për ju do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni, si në lidhje me familjen, në lidhje me fëmijët tuaj, me studime, me shëndetin, me dokumenta të ndryshme. Por është një javë fantastike gjithsesi, sepse ju do filloni në fund të javës ti qartësoni gjërat në lidhje me planet tuaja, dhe këto mund të jenë plane profesionale në lidhje me punën, ose ju mund të gjeni dhe diçka më të mirë, edhe mund ta mbani sekret gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që do na vi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë kemi energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ujit, energjinë e shenjës së Demit, Peshorës dhe Shijetarit. Gjithsesi, mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Fillimi i javës ju shoh në dilema, ju shoh konfuz në lidhje me një dashuri, sikur nuk jepni dot zgjidhje. Ju keni rritur muret mbrojtëse, nuk lejoni njëri që të futet në jetën tuaj për të bërë një fillim të ri. Por gjithsesi unë shoh këtë fillim të ri në mesin e javës. Dhe edhe në fund të javës shoh që ju do keni një njohje të re ku do marrë zhvillime shumë të mira. Dhe për pjesën tjetër, ju shoh në dilema në lidhje me një shtatzani, me fillimin e një shtatzanie, por gjithsesi do vi një shtatzani shumë e bukur, sepse shoh fundin e javës, që mund të jetë një shtatzani që do t'ju sjellë shumë fat, bollëk, por është një shtatzani shumë e mbar për pjesën tjetër. Ndërsa për disa prej ju shoh që do keni lajme të mira, një çlirim shpirtëror në lidhje me dilemat, do dilni nga kjo mbrojtje që keni futur veten. Mund të jetë një mbrojtje te vendi punës, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin, në lidhje me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni. Por shoh që aty do merrni lajme të mira. Dhe mbas marrjes së një lajmi, unë shoh që do keni një fillim të ri. Mund të jetë shtatzani, mund të jetë një dashuri e re, mund të jetë një kontratë, një bashkëpunim. Shoh që ju do nënshkruani gjatë fundit të javës, dhe çfarëdo që fillimi që të bëni në fund të javës, unë shoh që do marrë zhvillime shumë të mira, por që do t'ju sjellë dhe bollëk dhe prosperitet gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike, thjesht dilni nga dilemat dhe nga mbrojtja e vetes, sepse unë shoh që gjërat për ju do jenë shumë më mirë nga mesi i javës në vazhdim. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe fillojmë në lidhje me energjitë. Kemi energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës, dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Shoh që ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi fillimi i javës ju gjen në pritje, mund të jenë në pritje të një përgjigje, në pritje të një udhëtimi, mund të jetë një përgjigje në lidhje me dashurinë, me një njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja, mund të jenë në pritje të një pune, mund të jenë në pritje të një partneriteti, të një bashkëpunimi, të një udhëtimi për pjesën tjetër. Dhe mes e javës ju gjen shumë të sigurt. Ju do filloni të bëni plane afatgjata, duke parë gjërat që ju rrethojnë, do filloni të ndryshoni këndvështrim gjatë kësaj jave.
dhe në fund të javës për të arritur atje ku ju dëshironi nga ana ekonomike, sepse shoh që do merrni disa para dhe këto para do t'ju japin një lloj sigurie, një lloj stabiliteti. Dhe fundi i javës shoh që mund të ndiheni pak të zhgënjur pse ju do keni shumë vetbesim ose ju do mërziteni pak në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me një udhtim, me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja. Edhe pse ju shoh fillimi i javës, ju ndryshoni këndvështrim, bëni plane, shoh që ndjeni shumë të sigurt në lidhje me planet tuaja, por fundi i javës duhet keni pak kujdes sepse ju shoh që do bini pak të mërzitur, ose ju mund të jenë persona që mund të mbas shpinës tuaj mund të t'ju zhgënjejnë në një farë mënyre. Mund të jenë lidhje me karrierën, lidhje me punën, ose mund të jetë një zhgënjim edhe pse merrni këto para në lidhje me anën tuaj ekonomike, por në rastin tjetër dhe më shumë ka të bëjë në lidhje me një udhtim. Për gjithë ju që dëshironi të bëni udhtime në fund të javës. Gjithsesi fillimi dhe mesi javës janë fantastik në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme dhe video në eklipsit, sepse efektet janë për 6 muaj rresht. Dhe të më falni, flas shpejt, sepse është një video shumë e gjatë, video e javës. Atëherë kjo ishte për gjithë ju uroj një javë të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një mbasite sa më të këndshme për gjithë ju.